Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Klan News. Sot Kuvendi i Shqipërisë do të mbledhet në seancë plenare, disa interpelanca janë parashikuara në rendin e ditës, më tepër Olcina përcjell tani drejt për drejt kolegja jon Greta Bullari. Greta, të përshëndes, çfarë pritet të ndodh sot, ndërsa paraprakisht dim se Partia Demokratike do të mungojë sërish në seancë. Leftion, ju përshëndes. Përpara se të kaloj tek rendi i ditës, më lejo të njoftoj edhe vendimarrjen më të fundit të konferencës së kryetarëve, e cila u mblodh përpara seancës plenare ditën e sotme, e cila vendosi që t'i përcjell pikërisht seancës plenare shtyrjen e afatit të Komisionit për Reformën Zgjedhore deri në nëntor të këtij viti. Afati në fakt parapraki Komisionit parashikonte që të përfundonte në muajin korrik, megjithatë pati një dakordsi, ndërsa gjatë ditës së sotme vetëm me votat e mazhorancës u vendos që shtyrja e këtij komisioni do të jetë deri në muajin nëntor. Ndërkohë që sa i përket rendit të ditës, sikundërse e përmendte, parashikohet një rend të dite i ngjeshur, duke marrë në konsiderat faktin se do të ketë një interpelancë me ministrin e financave Petrit Malaj të kërkuar nga deputetja demokrate Jorida Tabaku, por megjithas kjo interpelancë nuk do të zhvillohet, duke marrë në konsiderat edhe faktin se deputetët e Partisë Demokratike kanë bojkotuar seancën e ditës së sotme, nuk do të marrin pjesë pasi me argumentin se për sa kohë që kërkesat e qytetarëve, të cilët prej më shumë se një muaji po protestojnë por zyrës së kryeministrit, duhet të jenë pikërisht çështja kryesore e diskutimeve të kuvendit, por edhe plotësimi i kërkesave të tyre. Duke marrë në konsiderat dhe dy seancat e shkuara parlamentare, megjithas seanca e sotme do të përqendrohet pikërisht tek qëndrimet e mazhorancës, por dhe partive të vogla opozitare. Janë parashikuar në rend të ditës disa projekt ligje, duke nisur nga projekt ligji për dëftesat tregtare mbi produktet bujqësore, gjithashtu projekt ligji për censin e bujqësisë, projekt ligji për menaxhimin e kimikateve, gjithashtu do të jetë edhe një projekt ligj për mbrojtjen e tokës bujqësore, i cili duhet thënë edhe në komisionet parlamentare pati mjaft diskutime, jo vetëm sa i përket Partisë Demokratike, por dhe nga vetë brenda grupit socialist, ndërkohë që do të kemi edhe disa ratifikime marrëveshjesh që Shqipëria ka bërë me shtetet e tjera. Gjithashtu sa i përket procesit të votimit, gjatë ditës së sotme Lefjon parashikohet që të votohen edhe projekte rezoluta të cilat u diskutuan në seancën e së hënës, që nga projekte rezoluta e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Autoritetit të Mediave Audiovizive, Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, por edhe të tjera institucioneve të cilat u diskutuan dhe në seancën e së hënës. Megjithatë, duhet thënë fakt që duke marrë në konsiderat edhe faktin se edhe në seancat e kaluara për të rendit të ditës diskutimet kanë kaluar tek çështje të cilat janë aktuale, nuk përjashtohet që kjo të ndodhi edhe gjatë ditës së sotme, edhe duke marrë por si thua gjithë debati do të përqendrohet pikërisht tek pjesëmarrësit në sallë, partitë e vogla opozitare dhe mazhoranta socialiste, duke qenë se Partia Demokratike ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në këtë seancë, por as edhe në seancën e fundit, e cila është parashikuar gjatë javën e ardhshme, derisa të plotësohen kërkesat e protestuesve. E qartë. Mirë Greta, do të kemi mundësi që të ndjekim edhe punimet e seancës plenare më vonë, ndërsa do të shohim të tjera zhvillime tani.